Balon në tregun e Kërçovës. Simboli i unitetit ton kombëtar, punuar nga duart e 66 vjeçarit Shazimani Meri, në Druarre ka gëdhendur shqiponjën dy krenare, duke vendosur në hyrje të tregut të Gjelbërt në Kërçovë. Shazimani Meri, i cili për 30 vite me radh punon në tregun e Gjelbërt të Kërçovës, thotë se së fundmi ka filluar të merret me punime artizanale tradicionale prej drurit, të cilat ai veti punon duke i kthyer në art të vërtetë dhe më pas i ekspozon në tregun e Gjelbërt të Kërçovës, ku qytetarët mund t'i gjejnë. Ai foli me plot entuziazëm për punimin e tij të fundit, gëdhendjen e shqiponjës dy krenare në Dru, të cilën ai e ka bërë me shumë përkushtim pa mos ndjerë lodhje, pasi është krenaria jon kombëtare. Madje ai thotë se kjo shqiponjë e gdhendur në Dru duhet të qëndrojë krenare në institucione ose në vendbanimet tona. Sot hap një punim që e kam punuar me dorë, gjithnjë me qef. Nuk kam punuar me sakrifica, kam punuar me i lirë. Kam punuar një shqiponjë dy krenare që është e punuar me dorë. Nuk ka lidhje koja sa. Kam dash me thirr personalitetet larta të kombit ton, të uskanës lashtë. Nuk kam thirr ndoshta më bëj gabime edhe mos hidhroj kurkushin. Sot në tregun e Kërçovës, me që uskana e lashtë, sot hapet shqiponja dy krenare për poplin, kombin, për anë banë shqiptarët ka janë. I punoj të konave jona, të prindve jonë, të sërgjyshve jonë me punimet e dorës, me çka janë shërbyer. Edhe kësaj dite tradita më humbet, të filluhet të punohet, mbas mi e loj mas dore. Se o jam në mosh, gjithnjë ta kenë kujtes edhe ta punojnë. Jo, kjo nuk e ka vendin për të qëndru këto në vendin në tregun e Uskanës, në tregun e Gjelbërt, kjo e ka vendin në muzej, në fshatin Kastriot, në shkollën Skënderbeg, në restorantin Shqiponja në Haranjell, në Turnuvoj. Kujti pëlqen në Turnuvoj. Të gjitha këto punime tradicionale prej drurit të gëdhendura me dorë mund t'i gjeni në hyrje të tregut të Gjelbërt të Kërçovës, të vendosura në dyqanin e 66 vjeçarit Shazimani Meri.